Ne tashmë do të ndjekim një insert, në fakt duket se çdo i huaj që vjen në Shqipëri, një nga gjërat më kryesore që i bën përshtypje është se ne mbajmë shumë pastër shtëpinë. Është shumë e zakonshme tashmë që gratë, zonjat, sa zgjohen në mëngjes, ta nisin ditën duke bërë punët e shtëpisë. Jo vetëm zonjat. Le ta ndjekim. Sa mirë do ishte. Tekse Shqipëria është mjaft e ndotur, shqiptarët gjithmonë janë shuar për kujdesin e veçantë që tregojnë për pastërtinë në shtëpitë e tyre. Të paktën kjo bie në sytë të huaj që kalojnë një periudhë kohe relativisht të gjatë në vendin tonë. Ajo që këta të huaj konstatojnë është se çdo ditë vajzat ose gratë e shtëpisë zgjohen herë të bëjnë punët e pastrimit të ambientit, madje kjo është tashmë një rutinë e përditshme. Për të bërë punët e shtëpisë ashtu me rregull dhe me pastërti, duhet paktën 3 orë që unë të merr me punët e shtëpisë. Shtëpinë çdo ditë do ta pastroj dhe ta laj. Një herë në javë do ta bëj punën me themel, por ama çdo ditë do laj, do pastroj, do marr plurat. Çdo ditë, por një herë në javë të paktën në shtëpinë ngrejmë me themel, siç thonë edhe nënat tona. Çdo gjë i ngrena vendi, i lëviz, e shikon cep e cep shtëpinë që mos të zërin atë plurin. Çdo shqetësim i shëndetit ton vjen nga papastërtitë. Në rastin ne kujdesemi shumë mirë për ambientin ku jetojmë, ku banojmë, ku ham, ku flem, jemi dhe të shëndetshëm. Shqiptarët kanë qenë gjithmonë mjekpritës kur bëhet fjalë për vizitorët që vinë në familjet e tyre. Ato janë gjithmonë të kujdesshëm për sa i përket punëve të shtëpisë. Lajnë, fshin, pastrojnë çdo ditë. Në këtë shtëpi që na ka hapur dyert sot, ka një zonjë që zgjohet çdo mëngjes dhe kujdeset për punët e shtëpisë. Siç shihet, nuk ka as pak pluhur. Amerikania Jill Justin e konsideron këtë mënyrë mbajtje pastërtie si të kotë. Sipas saj nuk ka nevojë për një kujdes kaq të madh për ambientin ku jetojmë. Megjithatë, të paktën të tregonim edhe jashtë derës së shtëpisë të njëjtin zell që tregojmë brenda mureve të saj. Shqipëria do të ishte edhe më e pastër dhe më e shëndetshme. Janë po të njëjtët shqiptarë që mbajnë shtëpitë e tyre pastër duke flakur nga dritarja apo balkoni plerat e duke ndotur kështu ambientin e përbashkët. Në fakt, teksa shifja materiali, më kujtoj gjithkohës mami ime, cila sa zgjohet në mëngjes pastron direkt shtëpinë, ndërsa unë kam një tjetër merak, pastroj fytyrën direkt. Po për të folur për problemet e lëkurës dhe trajtimet që i bëjmë ne, kemi të ftuar në studio Byra Leshin, estetiste pranë në VIP Line Center. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Sa kujdesen shqiptarët për lëkurën? Atëherë, shqiptarët kujdesen relativisht mirë për lëkurën. Kujdesen goxha, domethënë. Cilat janë ato probleme që ju pikasni më tepër? Atëherë, problemet më kryesore që shfaqen tek lëkura, domethënë që vinë në qendrën tonë, që drejtohen në qendrën tonë, problematika më kryesore është aknja, që është kemi disa foto në fakt për të shoqëruar. Është problematika e aknes, që është një, domethënë, inflamacion i gjendrës së qimes dhe gjendrës diamore. Kjo kryesisht është tek adoleshentët. Vjen kjo për shkak të njerëzve vetë se nuk... Jo, ajo është inflamim i gjendrës, siç e thash, i gjendrës diamore dhe folikullit të qimës. Mund të shkaktohet nga disa arsye. Në moshën e pubertetit, në moshën e adoleshentit të shkaktohet ajo, sigurisht është vetë problematike e moshës. Pastaj nga faktorët të tjerë predispozues për shkaktimin e akne mund të jenë mungesa higjienës, mund të jenë mungesa një trajtimi të duhur që e bëjnë të përkeqësohet në aknen. Në fakt, Vjola, arsyeja që ne menduam të trajtonim në studio këtë temë, është se kemi parë disa foto, disa materiale, ku të rinj, adoleshent, kanë me probleme në fytyrë, me akne, me shumë akne në fytyrë, janë drejtuar drejt qendrave të ndryshme estetike për të kryer procesin e pastrimit të fytyrës dhe procese të tjera, dhe gjendja në cilën kanë dalë është skandaloze, shumë tepër e përkeqësuar se ajo që kanë pasur aktualisht. A duhet kemi ne kujdes në përzgjedhjen e një qendre estetike, në trajtimet që duhet bëjmë, sepse ka kaq shumë, janë hapur kaq shumë si çdo gjë, vlerat e fatit, farmacit, edhe qendrat estetike janë hapur kaq shumë në masa, nuk e dinë qytetarët se ku drejtohen dhe çfarë është e drejtë për ta, çfarë është e duhura. Sigurisht që ne duhet kemi shumë kujdes në përzgjedhjen e një qendre estetike. Përse? Sepse sot domethënë ndodh që aknja është duke qenë vetë një inflamim ose një gjendje akute e lëkurës, është shumë e rëndësishme të trajtohet me shumë kujdes. Qendra estetike është shumë e rëndësishme të përzgjidhet. Aknja, domethënë, është
një gjendje e cila nuk mund të preket. Në shumë qendra estetike, pa dashur përmend asnjë sigurisht, dhe të citoj asnjë, ndodhin ngacmime e aknes me age. Gjë që është totalisht e palejueshme, sepse Me age ishte edhe ky rast që në momentin që ne ngacmojmë, domethënë vendosim një agë mbi lëkurë, kemi depërtuar deri në shtresën e tretë të lëkurës. Ç'do të thotë? Ne kemi arritur të shkojmë deri në hipoderm. Aty ku gjenden domethënë venat e gjakut, ku gjenden kemi kaluar sigurisht edhe dermën, ku ndodhen gjithë fibrat elastines dhe të kolagjenit që janë përgjegjëse për strukturën që i japin lëkurës tonë, që do thotë ka strukturën e saj mbajtëse. Sigurisht dëmtohen pastaj edhe një pjesë e mirë e venave të vogla. Çfarë duhet të arrijnë me age? Këtë s'arrit ta kuptojmë, pse duhet të tentojnë me age? E bëjnë nga padia apo? Nuk e di, ndoshta një mënyrë vjetër tradicionale, ndoshta edhe nga padia, ajo pastaj varet ose në dorë, nuk e di pse e bëjnë qendrat që e bëjnë. Ne në qendrën tonë e trajtojmë me terapi. Domethënë aknen, që do thotë, ne kemi paketa specifike për aknen. E trajtojmë me kromoterapi, e cila bën një përtharje nga brenda, nuk i prekim aknen. Është kategorikisht ndaluar të preken aknet me dorë, sepse në momentin që ne shtrydhim një akne, ne jemi bërë për dispozit për të lënë shenjat post akne. Që do thotë, kemi shkatruar komplet fibrat, kemi shkatruar komplet, kemi ngacmuar venat e vogla të gjakut. Pra prekja është ndaluar. Prekja është ndaluar, sidomos në gjendje akute të papulave ose të cisteve që janë të mbushura me qelb, është shumë problematike. Më besoj që ka jashtëzakonisht raste që kam hasur që kanë probleme të mëdha fytyre dhe që janë trajtuar keq. Jam e bindur që edhe në qendrën tuaj ka pasur raste të tilla që janë paraqitur. Çfarë ndërmerrni, çfarë masash merrni? Atëherë, ne kemi shumë klientë që vinë pasi ja kanë trajtuar në qendrat e tjera aknen. Vinë në një gjendje ku kanë shenja post akne ose ku akoma akne atyre mund të jetë përkeqësuar, që do thotë nuk është arritur të bëjë një përmirësim i dukshëm i aknes. Ne kemi paketat, siç thash, edhe përpos kemi paketat për flasim veçanërisht për aknen, paketën para, domethënë që trajtojmë një klient kur ka akne dhe paketën që trajtojmë një klient pas aknes. Këtë e bëjmë me anë të terapisë, me anë të trajtimeve limfatike, limfogjej që quhet ndryshe në qendrën tonë, është një procedurë specifike, me anë të trajtimeve përtharëse me kromoterapi, sigurisht dhe me produkte, dhe me një proces tjetër që quhet në vend të avullit, i cili përdoret, është mikrogjej ose mikrostimulimi. Po, për të gjithë ata të cilët nuk kanë fatmirësisht, nuk kanë arritur në këtë gjendje, por kanë probleme me lëkurën. A ka disa këshilla fillestare se si duhet kujdesemi ne për lëkurën, çfarë duhet bëjmë, duhet ta pastrojmë në mëngjes, në darkë, kremrat që duhet përdorim, disa këshilla fillestare. Për gjithë njerëzit që ndoshta nuk kanë arritur akoma në një, domethënë, le të shpresojmë që do të arrijnë. Sigurisht që po. Atëherë shumë e rëndësishme larja jo më shumë se 2 herë dhe as më pak se 2 herë në ditë e lëkurës me produkte specifike. Në bazë të tipologjisë së lëkurës, të produkte normalisht mund të gjenden në qendra estetike ose mund t'i këshillojë estetisë ose dermatologja. Është shumë e rëndësishme të zgjidhet produkti specifik për lëkurën, që do thotë, nëse ne kemi një lëkurë të yndyrshme, duhet të marrim një lars për lëkurë të yndyrshme, dhe jo të marrim për shembull një sapun i cili ndikon jashtëzakonisht në alterimin e pH-it të lëkurës. Është shumë e rëndësishme kjo, ose mund të krijojë një bllokim të poreve ose një eksfolim të tepër duke lënë lëkurën të pambrojtur nga shtresa e saj lipidike dhe gjithashtu duke lënë lëkurën totalisht të irrituar pH-in e saj. A ka një këshill në fund të kësaj interviste që do t'ja jepi për gjithë qytetarët të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, një këshill që duhet ta bëjmë patjetër këtë gjë ose kurrë nuk do të bëjnë një gjë të tillë? Atëherë, unë mendoj se kurrë nuk duhet, nëse nuk kanë mjaftueshmërisht informacion, nuk duhet të zgjedhin produktet e gabuara dhe minimalisht një herë duhet të kenë një takim me estetistin. Minimalisht një herë, domethënë që të bëjnë, ndoshta nuk mund të kenë mundësinë të shkojnë rregullisht, por të paktën të marrin një informacion të saktë për tipologjinë e lëkurës tyre. Pastaj sigurisht do zgjedhin produktet e duhura. Viola, ne kemi zgjedhur në fakt që këtë minutazh ta shfrytëzonin për sa përket problemeve të lëkurës dhe çfarë duhet bëjmë në ato. Sigurisht që do të kemi të tjera biseda ku do të flasim edhe për trajtimet e trupit edhe se si duhet kujdesemi ne për to. Të falenderoj edhe një herë që pranuat ftesën tonë për të ardhur në emisionin 7/5 dhe për të folur rreth kësaj çështje. Faleminderit. Do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër reklame për të rikthyer me të ftuarin e radhës.